du me një djalin numër 4 për këtë ndjesin që e ndanë shok këto të lirimit të rrëfimit tanë, për edhe kur i dëgjove të tjerët. Po sigurisht në fillim kur ta përdor t'jep domethënë ndjesi jashtëzakonisht mirë, që shatash dikush për kuriozitetit si shembullon. Mirë, po ajo është veç një rran, një manipulim i trunit, kështu që ju bëj thirrje unë krejt atyne që veç janë të varën, me ardhë më shëru se ajo shka janë të e ndje ata unë veç një rran, nuk ka më vërtet. Mirë, po më këthy jetës, më këthy realitetit, jo me vazhdu me konsumu akoma substanca, se dikush e ka organizmin ma të fort, i përbalon 10 vjetë, dikush 5 vjetë, dikush 5 muj. Tash më varët për njeriut. Edhe unë minoj që droga është një pigjona ma të këqia që të shkatrojnë komplet për shkak se të shtim burgje, të shtim me shkatru vetën, të shtim me lujt kazino, e tjera, e tjera. Kështu që unë minoj ju bëj thirrje të gjithë dhe më arë më shëru, sa e keni kohën akoma. Po, kaloj të luta mikrofonin edhe të rrëfimi i djalit tjetër, të kënë ndjesia që ndajtën shok këto, kur i njite këta të folë, çka përjetove ti? Përjetova si gjithë ne pesit e kemi ato që kurioziteti, ose ndikimi për shoqërisë na ka bu me bu një gabim që na kena me kanë pishman të njëtën. Dhe më thonë, na këtë gabim s'kena me mujtë mja doshtë kërkujna shkak që e dina shkoqe që na i ka bu dhe pasuja që na i ka ofru. Për mu gjitho pasuj që u konë shkaktu me nga substanca që e kom provu, u konë që më ka shti me hup respektin si për veti, si për çdo njeri që e konsuman. Është një substancë që nuk ka arsye mu marë, nuk i përfitime prej sajna, vetëm humbje, mangësi edhe gjithat.